së sotme, po shpresoj se ishi duke na dëgjuar në këto momente dhe pyetja që shtrojmë aktualisht është bazuar në gjithë presionet dhe të gjitha dinamikat e fundit politike që e karakterizojnë Republika Srpske në Bosnjë, po diskutojmë rreth 2 vendeve të cilat do të ishin si destinacione për arratisjen e Dodik apo amnestinë e tij. Keni ndonjë ide se kush do të mundte në këtë moment të gjindej Dodikut në këtë formë? Dodiku kuptohet ka ndjekjen nga shteti i Bosnjës së Hercegovinës. Ai është duke përgatitur një terren të veçantë jo në vende tjera, por aty ku është dhe akteri kryesor në Ballkan, në Rusi. Ai do të shkon në Rusi në momentin që do tentohet me çdo kusht të arrestohet, por deri me tani kemi pas disa dështime nga shteti i Bosnjës dhe Hercegovinës për shkak të strukturave të tij të sigurisë, jo vetëm të tij të Republikës Srpskës, por realistisht edhe panelistët e tjerë të cilët janë prezent dhe që i përshëndes tek spore edhe ju edhe ata, që thanë që duhet bëjnë gjithçka sepse forcat e armatosura të forcave speciale ruse janë në mbrojtjen e tina. Ndërsa në pjesën tjetër, Bashkimi Evropian, mbas strukturave të tyre të sigurisë dhe ashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke monitoruar deri në momentin që kur mund ta arrestojnë në një mënyrë ma pastore dhe jo të dhunshme që do të ketë pasoja me madhore njerëzore dhe... Pra, po e presin momentin e dur, Makolli? Pse kjo konsiderat? Unë e konsideroj për shkak se kemi një katrahuar realisht në momentalisht geopolitike në sigurisë dhe për atë arsye nuk po dëshirojnë me shkaktu konflikt në Ballkan, për shkak se momentit që arrestohet Dodiku, kuptohet që Republika Srpska do të tenton të bashkangjitet Serbisë dhe strukturat e sigurisë do të bëjnë rezistencë. E kuptoj. Kjo është e kuptueshme. E kuptoj. Në fakt, doja të kthehesha edhe një herë tek Besniku për ta pyetur për situatën në Serbi. Pra, 1 qershori mund të jetë një ditë e zjarrt në kuptimin e ngjarjeve që mund të ndodhin, por si do të përfundojë situata në Serbi? Do të ketë dorëzim të Vučićit apo do të ketë dorëzim të protestuesve? Kjo është një herë që është edhe pyetja për ju që na shihni në YouTube, në një sondazh që sapo kemi hapur. Kush dorëzohet i pari? E kisha Vučići jo se jo. Deri në 2027, derisa të kryejnë ato projektet e veta të mëdha që i ka nisë, edhe një hulumtim i para 3 ditëve e qetë me pëlqimin e njëjtë në popullin, të votuesit dhe votuesit në Serbi. Pra s'ka humbur vot? Me pëlqimin e njëjtë, sikurse para protestave masivë. Po si është e mundur kjo? Është shumë kredibil për shkak se kjo organizata që i bën këto... Sepse do të ishte një investim shumë interesant që ta bënte vetë Vučići në këtë moment, sepse do t'i vynte një rezultat. Jo, sepse organizata e cila bën këto lloj hulumtime financohet nga fondet e Është e pavarur. Evropiane. E pavarur nuk do të thoja, po autonome është. Sepse i ka burimet e veta dhe pëlqimi po deli njëjti dhe nuk e kanë thonë pushtetarët, nuk e ka thonë klasa nomenklatura e Vučićit, po e thonë të tjere. Po cila është logjika kjo Besnik atëherë? Pra, a është të zgjatur protesta pa një efekt konkret, sepse kur një gjë zgjatet shumë e humb efektin e saj, dhe është ka ndodhur kjo protestues atje. Tash po kërkohet rrugdalja prej kësaj, për shkak se ky sondazhi i fundit është një shuplak e madhe për studentët protestues, për shkak se afër 1 milion njerëz kanë protestuar për shembull me 15 mars. Dhe një protestë që i ke pas gati 1 milion njerëz, mos me mujt me erdhu dikon prej pushteti, tregon se çfarë fuqie politike ka ai brenda popullit të vet. Prandaj edhe kjo fuqia është rikonfirmuar me këtë sondazhin e fundit. Dhe kjo e kthen Vučićin te terreni shumë i sigurt. Te terreni i pasigurt është vetëm në raport me Bosnjë-Hercegovinën, me Republikën Srpska, me Dodikun edhe me dokumentin franko-gjerman. Tek numrat e pëlqimit në popullsi, a e bën ky rezultat që më pas studentët ta sjellin situatën aty që të përdor ta zëm
forcat shtetërore të përdorin në base forcët dhe ndaj tyre, në mënyrë që të viktimizohen dhe të arrimarin për pëlqyeshmëri në popull? A do të përdoret kjo situatë? Kjo nuk mundet me ndodhë për shkak se këta studentat po thonë që gjithë kohës, që 6 muaj që po bojnë protesta, po thonë që na nuk dojnë adhunë. Edhe është e vërtet që këta nuk po provokojnë. Po, këta s'kishin as kërkesa politike, besnik, këta shkan kërkesa politike. Ta shkam kërkesa politike për shkak se, thash, rrugdalja e tillë i qetë prej situatës vetëm zgjedhjet, prandaj janë kthy edhe atë rektorin e Universitetit të Beogradit, që është, e kam thonë edhe në emisionin e kalum, është personi më i urryer i pushtetit në Serbi, Vladan Xhoka.